Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë Olsean Çela së bashku me drejtuesin e prokurorisë së posaçme Altin Dumani dhe përfaqësues të tjerë të prokurorive shqiptare zhvilluan në datat 18 dhe 19 nëntor një takim pune në Bruksel me prokuroren e përgjithshme federale të Belgjikës Anne Fransen. Ky takim u organizua në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit mes dy vendeve dhe vijon traditën e takimeve të ngjashme që u mbajtën vitin e kaluar në Tiranë. Diskutimet u fokusuan kryesisht në luftën kundër krimit të organizuar, duke përfshirë hetimet financiare, pastrimin e produkteve të veprës penale dhe përdorimin e kriptomonedhave në aktivitete kriminale. Pjesëmarrësit vlerësuan shumë pozitivisht bashkëpunimin e deritanishëm, duke nënvizuar rëndësinë e zgjerimit të tij përmes shkëmbimit më të gjerë të informacionit, që synon hetimin e plotë të aktiviteteve kriminale që prekin të dyja vendet. Një nga pikat kyçe të diskutimeve ishte edhe koordinimi i hetimeve dhe ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore për të siguruar përgjigje të shpejta dhe efektive ndaj sfidave kriminale ndërkombëtare. Gjithashtu u trajtuan çështje të rëndësishme të ndihmës juridike ndërkombëtare, përfshirë ekzekutimin e vendimeve penale dhe letërporosive, me qëllim një bashkëpunim më të ngushtë dhe të efektshëm. U diskutua edhe mbi hapësirat ligjore për përmirësimin e koordinimit me theks të veçantë në zbatimin e legjislacionit antimafia, që lejon sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve kriminale ndaj subjekteve të hetuar ose të dënuar në të dyja vendet. Në përfundim të takimit, të dyja palët u pajtuan mbi domosdoshmërinë e forcimit të bashkëpunimit për të parandaluar dhe goditur në mënyrë efikase aktivitetet kriminale transnacionale, duke bërë këtë partneritet një model për shkëmbimin e informacionit dhe hetimin e krimit ndërkombëtar.